kjo skuadër, po është një skuadër e ngritur dhe e emërthuar nominalisht me dorën e vet, e listuar me dorën e vet. Kështu që në këtë këndvështrim nuk pres ndonjë gjë që ka të bëjë me rikthimin e një ekuilibrit, diversitetit. Apo thonë që është një lider i ndërgjegjshëm për skuadrën që ka vizatuar dhe që do të nënshtrohet me rregullat e tij të lojës. Jo vetëm është si tillë, po unë mendoj që ai është një politikan që ndërton strategjinë e vet për llogaritë vetes dhe jo për arsye të, le të themi, diversitetit apo të oponencës që mund t'i bëjë publikut, aq më tepër një shoqëri plurale. Zotë Krasniqi, pasi dëgjuat këtë ekstrakt nga fjalimi i sotëm i kryeministrit aty në rolin e kryetarit të Partisë Socialiste, çfarë ju mbeti në memori dhe çfarë mund të bëhet e interpretueshme për publikun? Tha diçka të re? Së pari mendoj që nëse ne nuk e dim që e ka mbajtur fjalimin për 34 vjetorin e, siç e quajnë, PS-s, duket sikur një bisedë lirë një njeriu që ndjehet i ngopur nga pushteti me këtë don Shqipëri dhe pa një auditor caktuar. Nëse ti mlidhesh për një parti e cila në historinë e tranzicionit ka qenë 22 vjet në pushtet, nga 35 vjet, duhet kesh edhe një lloj reflektimi për problematikat e qeverisës, për mësimet edhe për sfidat e të ardhmes. Zoti Rama është i treti fjalim që mban që nga zgjedhjet dhe në 3 fjalimet vazhdon ende të premtojë sloganin e Bashkimit Evropian, por nuk ka bërë asnjë propozim të vetëm se si do jetë hapi i parë për shkuratje dhe kush do jetë ndryshimi, kush do jetë reflektimi nga vota. Së dyti, oferta e tij ekipit apo oferta e tij që këtu vinë për herë të parë, po të parlamentit do jetë i fuqishëm, nuk ka sens. Se kështu na del që drejtorët e kadastrave të Shqipërisë pas kanë qenë njerëzit më taft për bërë shteti ligjor në Shqipëri, kur në thelbin e tyre janë drejtorë shërbimesh, nuk janë drejtorë reformash. Dhe ata kanë hyrë deputet të ri, nuk kanë hyrë në një ekspert i shuar kushtetues apo ekspert i shuar i ligjit. Ata do kenë problem për zgjedhjen e kryetar komision ligji. Në gjykimin e tij flet për një parlament i cili është i sendërtuar për të shërbyer vetëm teknikisht për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Mendoj që mesazhi ishte që ata deputetët do miratojnë akt, qeveria do dërgojë gjithçka në parlament dhe parlamenti do ta miratojë. Kjo ishte për të thënë që parlamenti i rëndësishëm, jo se parlamenti ti forcoi dhe të kthehet në pozicion kushtetuese që kontrollon qeverinë. Ishte realisht mesazh i kanalizuar sipas jush apo ndoshta ishte boshllëk në retorik? E para s'kisha si mesazh kanalizuar, se si intereson fare, është i pashësuar, është i lodhur nga pushteti, është i ngopur nga lavdrimet, është i lodhur nga fjalimet, është i lodhur nga ata që ka përballë, sepse janë të njëjta figura 30 vjet, dhe ai një dy thot dua figura të reja, etj, sepse i duan për ka nga lodhja personale, po atëherë pse reziston me gjithë këtë lodhje të shumëfisht? Po e para qëllimi i zotit Rama është personal dhe pushteti personal. Nëse një kryetar i Partisë Socialiste do kishte respekt për Partinë Socialiste, në rastin konkret zoti Rama, s'pari ky është i vetmi kryetar që meqense se festoi sot 34 vjetorin, në vitin e parë 34 vjetorit botoi artikull për ta nxjerrë jashtë ligji Partinë Socialiste. Dhe është i vetmi nga që ka propozuar me shkrim nxjerrjen nga jashtë ligji. Së dyti, do kishte minimumin e respektit, do i thëshëm votoni se jam kryetari juaj. Hera e fundit që ka bërë këtë shtatori vitit 2009. Nga 2009 nuk është votuar për kryetarin e Partisë Socialiste. Nëse nuk është votuar dhe nëse gazetari juaj shkon të i pyesë ata që rrinë edhe para oborri dhe pas oborri, kur e keni zgjedhur kryetarin, unë nuk arri do të kuptoj çfarë përgjigje do jepshin. Besoj disa e kanë në memorie, po nuk e thon dot, të tjerët ndoshta edhe nuk e dinë. Jo, ata e thon me kuptimin që sa fiton zgjedhjet automatikisht kryetar, por nuk funksionon kjo në demokraci. Sepse demokracia ka rregulla të tjera, ti shkon emër Partisë Socialiste dhe supozohet që ke legitimitetin e Partisë Socialiste. Nëse e ke kush ka zgjedh, kush ta ka dhënë legitimitetin? Ty nuk ta ka dhënë përjetshëm. Në që ti e merr dhe ja shpron private dhe mban sa duash. Dhe kjo është edhe një lloj parashikimi që ditën që Partia Socialiste do jetë në provë vështirë. Nuk do ta kalojmë me krizën siç e kaloi në kohën e KPD-s, po themi me zhvendosje skalionesh të ndryshme rivalitet, po do ketë një fund gati pashmërshëm sa Partia Demokratike aktualisht. Zotineza, vendosur në kontekst në festën e sotme të Partisë Socialiste, çfarë lexuat nga mesazhi i kryeministrit apo nuk pat asnjë mesazh? Në fakt nuk pati kurfar mesazhi për të mbajtur mend, edhe siç e tha afrimi që në 3 fjalime që ka mbajtur pas zgjedhjeve, pothuajse nuk ka pasur asgjë për të mbajtur mend. Me përjashtim të gjëst me ndjesinë që të krijon, atë ndjesinë që ai është i qetë praktikisht, është i qetë dhe shijon shumë mirë atë fitoren e tij në zgjedhjet e 11 majit. Në fakt ajo çfarë duhet të themi sot për shkak edhe të festës së emrit, se nuk është festa e partisë. Partia ka një histori shumë më gjatë se sa emri, por për shkak të festës së emrit duhet të bëjmë një pyetje në fakt.